kuvendi ka një rol kushtetues të mirëfillt. Pra, kur flasim për vendimin e heqjes imunitetit ose jo, kuvendi nuk është një gjykat. Kuvendi shef provat nëse janë proporcionale dhe të mjaftueshme për të bërë një veprim të caktuar. Partia Socialiste, nëpërmjet anëtarëve të saj në Këshillin e Mandateve, të cilët janë juristë dhe që ka një rol këshillimor, gjykon që në bazë të kushtetutës në Nenin 73 të saj, nuk janë të mjaftueshme provat për heqjen e imunitetit sipas argumenteve të prezantuara. Kështu që ne bazohemi thjesht tek fakti që kuvendi ka rol kushtetues dhe nuk është një noter a priori i vendimeve që kërkohen nga prokuroria, ose nuk është një gjykat për të gjykuar fajsin ose jo. Pra kjo duhet përcaktuar. A keni një mënyrë për të kontestuar këtë që po ua vënë si etiketë vazhdueshme që praktikisht keni marrë përsipër një mbrojtje të pakusht të zonjës Balluku? Ne duhet kemi parasysh që s'pari këtu nuk po bëhet fjalë për një individ, po bëhet fjalë për parimin. Dhe nëse flasim për parimin e proporcionalitetit, besoj që është një moment shumë i veçantë dhe specifik për të diskutuar për të parim. Nëse ne duam të kemi një drejtësi me standarde europiane, ashtu siç e kemi kërkuar gjithmonë, do duhet që të kemi një balancim të pushteteve dhe kjo është pikërisht ajo që bën dhe Parlamenti. Parlamenti është aty për të garantuar që balanca dhe ndarja e pushteteve të jetë efikase. Jo më kot, kushtetuta i ka dhënë Parlamentit, kuvendit, të drejtën për të gjykuar lidhur me pjesën e ndarjes së këtyre mandateve. Kështu që besoj duhet ta ndajmë çështjen nga individi. Unë e di që ka një emotivitet shumë të lartë kur flitet për individin, është përdorur sigurisht politikisht, është bërë më tepër një çështje mediatike sesa një çështje juridike. Dhe ka material mjaftueshëm në këtë drejtim, besoj se ju justifikoni emotivitetin në këtë drejtim. Ka material sigurisht, për materiali ngelet në suazën e opinioneve. Kjo çështje nuk ka filluar të gjykohet ende dhe ne e dimë që në një republikë demokratike ka institucione dhe ka rregulla të mirë përcaktuara ku një çështje do duhet të hyjë në hullinë e gjykimit dhe më pas do të vendos gjykata fajsin ose jo të një individi të caktuar. Ajo çka kuvendi po bën është, thash edhe një herë, ushtrimi i rolit të vet kushtetues për garantimin e një standardi që në fund të ditës ndihmon vetëdrejtësinë. Se Kuko, po ndaloj pak sekonda me qenë se ju vetë vut në dukje nevojën dhe parimin për check and balance. Në fakt kjo është diskutuar në mënyrë prioritare kohët e fundit. A besoni që kjo është prova ose rasti më ideal që ju mund të demonstroni që jeni të mirë në check and balance? Në fakt jeni kritikuar për të kundërtën, që pikërisht me këtë moment dhe me dhënien e kësaj sprove para publikut dhe drejtësisë, ju në fakt e keni shkelur parimin e check and balance sepse po cënoni një pushtet tjetër të mëvesësishëm siç është drejtësia. Unë nuk e di se kush e thot këtë, nëse është një autoritet juridik apo një institucion i mirëfillt që e thot këtë, apo është një opinion i cili xhiron në opinionin publik. Besoj se kjo nuk befason se keni dëgjuar çdo natë nga analiza politike e kemi dëgjuar shumë, po analizat politike janë shumë të ndryshme nga faktet juridike, pra duhet ta ndajmë pak të pjesë. Tani, lidhur me pjesën e check and balance, juve e thatë shumë mirë, është shumë e rëndësishme që të arrijmë të kuptojmë se ku gjendet sot Shqipëria në pjesën e reformës në drejtësi. Deri ku jemi ne me këto fenomene që jemi duke parë në mënyrën se si trajtohet një çështje. Dhe keq më vjen ta them, jo vetëm për të rast, po edhe për raste të tjera, që pjesa e gjyqit bëhet një herë në pjesën publike dhe pastaj procesi juridik që është më i rëndësishmi, shtylla e një shteti, kalon në pjesë dytësore. Mendoj koha dhe momenti që të vendosen disa standarde të cilat arrin të garantojnë një ndarje dhe një balancim të pushteteve, ku secili pushtet ka pjesën e vet. Këtu dua të them dhe diçka tjetër që ne nuk po ndërhyjmë dhe nuk po cënojmë askund, për sa kohë hetimi vazhdon, për sa kohë ky vendim nuk pengon. Do të ishte krejt misioni pamundur që të pengonit hetimin. Në qoftë se i referoheni disa vendeve europiane, në mos Parlamenti Evropian, po më duhet ta kontrolloj këtë gjë, ato kanë imunitet absolut. Pra, kur flasim për imunitetin, në Shqipëri ne kemi, nëse mund të quhet imunitet, kemi një garanci të vogël vetëm në pjesën e masës, dhe kjo bëhet për të mbrojtur deputetin, në radhë parë Kuvendin e Shqipërisë për në funksionim, në radhë të dytë deputetin, si entitet, jo si person, sepse imuniteti nuk është një privilegj personal, për të mbrojtur në mënyrë që ai të ushtrojë detyrën e vet në mbrojtje të çfarëdo lloj arbitrariteti që mund të ketë. Vetëm këtë ka Shqipëria, po ndërkohë
kjo nuk pengon hetimin, ndërkohë që imuniteti absolut që ekziston edhe në vendet të zhvilluara të Bashkimit Evropian, është imuniteti kur edhe për të filluar hetimin, ti do duhet që të marrësh leje tek parlamentet respektive të tyre. Do të flasim më pas edhe për imunitetin, edhe për votat e nesërme dhe për deviancën që mund pësojnë ato. Nuk po ndërhym dhe nuk po ndikojmë dhe nuk ka se si të ndikohet dhe të ndërhyet mbi procesin e hetimit. Po kur vjen puna për pjesën e kushteve ligjore, për heqjen e imunitetit, për zbatimin e një mase sigurie, e cila në gjykimin e provave që grupi këshillimor ka parë është proporcionale ose jo, po aty kuvendi ka takrën e plot për ta kryer. Se Kuko, a keni një parashkim para seancës së nesërme? A do t'jeni në unison me votat jo për kërkesën e SPAK-ut? Po flas për palën tuaj politike? Apo ndoshta mund të ketë edhe deviancë vote? Kolegët tuaj të opozitës për shembull kanë pasur një akuzë drejtimin tuaj që keni marrë një direktivë për të qenë të gjithë të sinkronizuar me votën jo tuaj, pra kundër kërkesës së SPAK. Keni marrë një porosi të tillë? Shiko, e para unë besoj që secili në grupin parlamentar të Partisë Socialiste ka gjykimin e vetë, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të kuptohet që grupi Partisë Socialiste ka unitetin e vetë kur vjen puna për vendime, të cilat shkojnë për të mirën e një procesi dhe për të mirën e një zhvillimi që ka të bëjmë me balancimin e drejtësisë. Kështu që këto akuzat e përçarjeve brenda PS-s apo jo përçarjeve brenda PS-s, kemi shumë kohë që i dëgjojmë. Në fakt ishte akuzë direktive dhe një porosie për votën tuaj. Shiko, nuk shoh ndonjë direktiv, për sa kohë ne kemi një raport i cili na është prezentuar. Nëse nuk shihni do thotë që nuk e keni marrë. Edhe njëherë, na është prezentuar një raport me të gjitha argumentet, ne e kemi lexuar të raport, ashtu siç kemi lexuar dhe raportin e opozitës, sepse ato kanë dalë para se ne të kishim mbledhjen e grupit parlamentar. Na është kërkuar të dëgjojmë me vëmendje parashtrimin e këtij raporti dhe në fund fare është votuar për këtë raport. Tashi, nëse një grup parlamentar ka një mendim të unifikuar mbi diçka, kjo nuk mund të quhet direktiva apo imponim, ashtu siç do duan ta shpërfaqin disa oponent apo kundërshtar, të cilët fatkeqësisht nuk janë asnjë gjë as direktiva të japin grupit tyre parlamentar. Jo, për raportin tuaj për shembull nuk kam nevojë t'ju pyes sepse jam e bindur që ju e dini në detaj edhe hartimin, përpilimin dhe prezantimin e tij. Po meqense keni lexuar dhe keni hedhur një sy edhe raportit opozitës, keni një gjykim për raportin e dalë prej tyre? Unë nuk kam një gjykim personalisht, dhe mund të flas vetëm për veten time në rastin konkret, jo për kolegët e mi, sepse secili ka opinionin e vet jo, dhe për gjykimin tuaj individual po ju pyes. Unë mendoj që opozita ka gjithë të drejtën që të përdorë argumentet e veta ligjore apo politike, po nga njëherë është më mirë që të bazohesh tek parimi dhe tek ligji, dhe të përdorësh sa më pak politik kur vjen puna për një çështje të tillë, e cila është edhe në një farë mënyrë një provë që provon demokracinë dhe ndarjen e pushteteve.